Kam qenë fëmijë me fat që kam pasur një bab si ai. Në mëngjes, kur e kuptova, nga lotët e nënës dhe gjyshës, e dita që diçka ka ndodhur me babin. I zbardhnim mëngjeset tu shpresu që diçka do dim për të. Veç ditëve kur ka pas shi, se gjithë kohën thuajse gjyshi ka nejt jashtë, të prit, mos po vjen dikush edhe po i thot diçka. Një nga momentet që e kujtoj që më ka mungu shumë, më ka mungu kur ju mba nanë për herë të parë, për herë të dytë, për herë të tretë. Asnjë gëzim nuk është i plot. Absolutisht asnjë gëzim nuk është i plot.